Ndoshta ky do t'jetë fundi i jetës siç e njohim ne. Musk paralajmëron se dielli do ta shkatërrojë tokën. Themeluesi i SpaceX tha se prej kohësh njerëzimi duhet të zgjerojë praninë e tij në sistemin diellor, veçanërisht në Mars, i cili është objektivi më i përshtatshëm dhe i arritshëm, në mënyrë që ne të mos zhdukemi nëse diçka e keqe i ndodh tokës. Megjithatë, kjo nëse vlen vetëm në afat të shkurtër, për një kohë shumë të gjatë, diçka e keqe do të ndodh patjetër, sipas Musk. Dielli po bëhet më i ndritshëm dhe më i nxehtë me kalimin e moshës, shkruajnë mediat e huaja. Ky ndoshta do të jetë fundi i jetës siç e njohim ne, ka thënë Elon Musk në një intervistë të cilën Fox News e transmetoi së fundmi. Pra përfundimisht e gjithë jeta në tokë do të shkatërrohet nga dielli. Dielli po zgjerohet gradualisht dhe kështu ne në një moment duam të jemi një qytetërim shumë planetësh sepse toka po digjet. Musk, i cili drejton Departamentin e Eficiencës së Qeverisë për uljen e kostove dhe rregulatoreve të administratës Trump, vlerësoi se ne kemi rreth 450 milion vjet para se dielli të nxehet aq shumë sa jeta të jetë e pamundur.